Me pyetje deputetësh të opozitës nisi seanca 85 plenare e Kuvendit. Në fillim të seancës u konstatuan dorëheqjet e kryetarit të Komisionit Rregullator për Energjetik dhe Shërbime Ujore, Marko Bifslimovski, si dhe anëtares së Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, Cveta Ristovska. Pasi përfunduan pyetjet e deputetëve të opozitës drejtuar anëtarëve të qeverisë, Kuvendi filloi debatin mbi 8 pikat e rendit të ditës. Kryetari i Kuvendit u autorizua të lidhë një marrëveshje kolektive individuale me kryetarin e organizatës sindikale të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Sipas nenit 220 të ligjit për marrëdhënie pune, autorizimi është i nevojshëm për të filluar negociatat për lidhjen e një marrëveshje kolektive me këtë institucion publik, themeluar si të cilit është Kuvendi. Pa debat, Goce Naumovski u zgjodh gjyqtar kushtetues. Naumovski është profesor në Fakultetin Juridik në Shkup, i cili menjëherë pas zgjedhjes në pozicionin e ri, dha një betim solemn në sallën e Kuvendit. Pritet që zgjedhja e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për mbikëqyrje qytetare. Për kryetare është propozuar Katerina Krstevska-Savovska, doktore e shkencave juridike. Për anëtar nga radhët e ekspertëve janë propozuar Biljana Karovska-Andonovska, doktore e shkencave juridike, Maria Nikolovski, doktori i shkencave politike dhe Natyra Dika Kërliu, inxhinieri diplomuar e elektroteknikës. Ndërsa Nea Duraku, kryetari i Institutit për Hulumtim të Politikave dhe Qeverisje së Mirë, është propozuar anëtar nga organizatat jo qeveritare. Për komplementimin e Këshillit për mbikëqyrje qytetare, së shpejti, pritet të shpallet konkurs për zgjedhjen e 2 anëtarëve të tjerë nga sektori qytetar. Me propozim të qeverisë, Kuvendi duhet të deklarohet edhe për zgjedhjen e Malisor Azirit, anëtar i angazhuar jo profesionalisht në Këshillin e ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrje të sigurimeve, me mandat deri në shkurt të vitit 2029. Rendi i ditës i seancës së 85 është plotësuar edhe me propozim ndryshimet e ligjit për veprim ndaj objekteve të ndërtuara pa leje, me procedurë të shkurtuar. Me këtë zgjidhje të propozuar nga një grup deputetësh të shumicës, zgjatet edhe për 5 vjet zbatimi i dispozitave të këtij ligji. Konkretisht, ligji për veprim ndaj objekteve të ndërtuara pa leje, në vend që të vlej deri në mars të këtij viti, do të zbatohet deri në mars të vitit 2031. Me qëllim që procedurat që ende zhvillohen nëpër komune, si organe kompetente, të përfundojnë me miratimin e akteve administrative të formës së prerë. Zgjatja e fatit mundëson dorëzimin e kërkesave të reja për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje. Gjatë përcaktimit të rendit të ditës, nuk kaloi propozimi i një grupi deputetësh nga Fronti Evropian për miratimin e ndryshimeve me procedurë të shkurtuar të ligjit për sigurinë në trafikun rrugor. Në rendite, është edhe propozimi i qeverisë për miratimin e ligjit për prodhimin bujqësor organik në përputhje me standardet e BE-s. Deputetët do të diskutojnë edhe për propozimin e një grupi deputetësh të LSDM-s për ndryshime dhe plotësime të ligjit për pagan minimale në lexim të parë. Deputetët opozitar propozojnë rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe harmonizimin përkatës të pagave tjera. Pika e fundit është propozim rezoluta për respektimin e standardeve të procedurës së drejtë në gjykimin ndërkombëtar kundër ish udhëheqësve të institucioneve të Republikës së Kosovës, dorëzuar nga deputetët e Frontit Evropian.